Reforma territoriale e cila do të jetë një nga pikat më të rëndësishme të punës së qeverisë për këtë vit, nuk do të jetë thjesht një ndryshim kufish. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor Ervin Demo tha se kjo reformë do të ndërtohet mbi të dhëna konkrete për të garantuar një qasje sa më të saktë dhe afatgjatë. Reforma territoriale, unë besoj fort e para duhet bazohet në të dhëna, duhet bazohet në eksperiencë që ne tashmë kemi, çfarë ka ndodhur gjatë 10 viteve të fundit në territor. Reforma e fundit është futur ose ka marrë jetë në 2015, jemi fiks pothuajse 10 vjet. Kush kanë qenë sfidat që bashkitë janë ballafaquar, cilat prej tyre është ballafaquar me sukses nga ana e bashkive, kush janë funksionet që bashkitë nuk kanë arritur dot t'i ofrojnë territor. Ministri komentoi gjithashtu dhe mungesën e kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj në drejtimin e institucionit. Roli i kryetarit të bashkisë absolutisht do të ndihet. Ne jam i bindur që jemi duar të krijojmë kushtet ose mbi të gjitha bashkia në vetvete, të krijojë kushtet që këtë periudhë sfiduese ta kaloj në mënyrë sa më të menaxhueshme në të mirën e qytetarit, që shërbimet mos mungojnë, cilësia e shërbimeve mos bjeri dhe patjetër dhe investimet e duhura që duhen në qytet vazhdojnë përpara. Ndërkohë 61 bashkitë e vendit do të administrojnë në total rreth 1.2 miliardë euro nga të ardhurat e tyre dhe nga fondet e buxhetit të shtetit, çka rrit përgjegjësinë e pushtetit vendor në investimet publike. Përfitimi i bashkive për vitin 2026 duhet 1.2 miliardë euro, që është me thënë drejtën një shumë e cila deri pak vitesh më parë ka qenë e papërcaktueshme që në nivel vendor ne të kishim të lloj mbështetje financiare. Por unë jam i bindur që detyrimisht që kërkon patjetër më shumë përgjegjësi dhe patjetër më shumë fokus. Ministri paralajmëroi gjithashtu dy nisma të tjera me rëndësi, veçanërisht në aspektin digjital, ofrimin e shërbimeve lokale online përmes platformës si Albania, si dhe integrimin e sistemit të menaxhimit të financave AFMIS. Janë aty